Faleminderit deputeti Gjinius Farasino. Faleminderit zotin nën kryetar. Në këtë amandament është më e qartë ajo që synohet të bëhet se sa në amandamentin paraprak, edhe pse e kemi pas qartë gjithë që synimi ka qenë për limin e shamijave në shkolla. Përmes këtij amandamenti synohet që në shkollat publike të mësohet feja. Ky është qëllimi i këtij amandamenti. Komisioni për arsim me plot drejt nuk e ka mbështet këtë amandament. Edhe Komisioni për Legjislacion ashtu që shtat kryetari i komisionit pak më përpara konsideron se është në shkelje e shkel kushtetutën, do një propozimi tim. Arsyetimi ka qenë se shkollat publike janë shkolla publike, aty mësohet shkencë, ndërsa feja mësohet në institucione fetare dhe Kosova gjatë gjithë historisë vetë ndërtimit arsimit formal, pa marrë parasysh në cilat periudha të zërshme ka qenë ajo, qoftë në kohën kur kemi mësuar për shtëpia, qoftë në kohën kur kemi mësuar për institucione të ndryshme. Kosova ka ndërtuar një traditë mos me ngatru mësimin e fesë me mësimin e shkencës. Arsyetimet që janë dhënë deri më tani absolutisht janë kundër asaj që Kosova ka ndërtuar për më shumë se 70 vjet. Edhe mendoj se prap kuvendi i Kosovës nuk duhet me votu një amandament të tillë. Ne duhet ta mbështesim fen, cilën do konfesion fetar që kemi këtu, Islamin, që është feja e shumicës qytetarëve në Kosovë, po dhe fe të tjera, krishterizmin, katolik, edhe ortodoks. Mirë, po ne duhet krijojmë kushte që ata që dëshirojnë ta mësojnë fen, ta mësojnë nëpër institucione fetare, jo nëpër shkolla publike, të cilat janë pronë e shtetit, e shteti unë është një shtet laik. Faleminderit. Faleminderit deputeti Kelmendi ka fjalën. Faleminderit nderuar kryesues. Me keqardhje më duhet me thonë për deputetin Gjini, i cili ka përvojë mjaft të madhe dhe po tregon që është shumë pa informuar. Është e vërtetë që ne kemi kërkuar që jo të futet edukata fetare në shkolla publike të arsimit të Kosovës, po të rikthehet edukata fetare. Se edukata fetare ka qenë para periudhës komunizmit. Komunizmi e ka eliminu këtë, edhe nëse tash eliminohet, atëherë çka po ka dallimi janë mes neve dhe mes komunizmit. E para, e dyta. Është e vërtetë që kemi kërkuar të kthehet në shkollat publike. Po le të më thotë deputeti Gjini, shkollat e Gjermanisë, të Belgjikës, të Zvicrës, të Francës, Britanisë janë shkolla private që kanë edukatën fetare në shkolla. A janë shkolla publike edhe ato? E çfarë kushtetute kanë vendet e Bashkimit Evropian, çfarë kemi ne? Ata kanë kushtetutë laike kemi ne. Ata kanë edukatën fetare me dekada në shkollat e tyre dhe në dallim prej neve, prej propozimit tonë se na s'kem edukatë. Shkollat publike të Bashkimit Evropian edukatën fetare kanë lëndë obligative, ndërsa ne kemi propozuar që lëndë edukatës fetare të jetë lëndë jo obligative, lëndë zgjedhore, ku nxënësi mund të zgjedhë, shkoj apo mos shkoj, po dhe mos notohet. Dhe nuk vjen ndesh fare me laicitetin e kushtetutës, se në kohët fundit shumë po abuzohet me këtë laicitet. Kujt pi konvenon, po shkelet laiciteti, kujt pi konvenon, po merr çish po do vet. Kështu që mund shumë vjen keq, i cili në këtë parlament Kosovës kemi deputet që marrin guximin me fol të pa informuar, le të informohet edhe le të paraqet argumentet e veta. Faleminderit. Faleminderit replik zoti Gjini. Mendoj se vlen me sqaru për opinion e jo me i repliku deputetit i cili e merr guximin me i quajt deputet pa informuar, ata nuk i quajt atë pa informuar, po duhet me pas kujdes me gjuhën pak. Sesion ka dina më bashkë kur gjoheq, veç temën e vetë. Para vitit 1945 në Kosovë nuk ka pas arsim formal në gjuhën shqipe, ka qenë vetëm në gjuhën serbe, po du me ta kujtu. Zotni, nuk jom të e livdu në komunizmin, po jom të thonë ty që ose ka pas medrese, shkollat fes, ose ka pas shkolla serbes, nuk ka pas shkolla shqip, a më bashkë për pos 2 ose 3 vjet gjatë luftës së dytë botërore, edhe mos na shesin dosh për Google këtu. Letëm mësojnë fe sot dojnë në për xhamia, në për kisha ortodokse, në për kisha katolike, në shkolla publike të Kosovës nuk duhet me mësu fe. Kosova është rast unik në botë, shqiptarët janë rast unik në botë. Nuk jemi në as gjerman as austriak, edhe për më bo me dije, gjermonët edhe austriak kur ta mësojnë Darwinin, niveli i mësimit është më i lartë se niveli i mësimit fetar. Përderisa te na kërkush nuk e din filozofinë e Darwinit, edhe kemi mu kthy në shekullin 15 për shkak se këta janë përgatitur me mësu dogmen fetare në nxënësve tonë. E kanë vendin ku më mësu, kërkush nuk piu nal atë vend, kërkush nuk piu cenon drejtën, po jo me i shfrytzu shkollat tona publike. Faleminderit. Faleminderit, kundër replik 1 minutë. Zoti Kelmendi. Faleminderit nderuar kryesues.
Pra po argumentohet e teza ime se deputeti është mjaft shumë i pa informuar. Teoria e Darwinit ka moti që ka rënë poshtë prej praktikimit, është teori e hudhur poshtë nga gjitha vendet në zhvillim, dhe teoria e Darwinit promovon se njeriu e ka. Kështu si përmes teorisë Darwinit po dojnë me na bë neve pastarës të majmunit, dhe na nuk jem pastarës të majmunit. Ne jemi pastarës të njeriut e kush don mundet më informua edhe më shumë. Sa i përket shkollave publike, nuk është e vërtetë që në 1945 të një shkolla publike. Ishtë në gjuhën shqipe, shumë herët ka pas shkolla, edhe është mësu edukata fetare në ato shkolla. Me ardhen e komunizmit pushtet është eliminu edukata fetare, e tash thot nuk e argumenton se nuk duhet, po thot nuk duhet ketë. Të nuk është ligj shteti i cili nuk duhet ketë, po duhet mi pru argumente pse duhet kem, e pse nuk duhet kemi. Edhe çështja e dytë e cila shumë kohë të fundit është abuzuar me neve si shoqëri, është se po na hyn. Ashtu si përmend deputeti thanë në vend unik. Çka në vend unik? Çka kanë drejt më shumë se ne, Maqedonët, Kroatë, Bullgarët, Serbë, Gjermanë, Austriakë me mësu edukatë? A ke qina herë, kalëzë drejt, kalëzë e noli. Kalëzë a ke qi, qëfar ke rriki proqe me ti? Po si tonë a ke korin e madhë? Se pa qi familjen. Po që këtë helor, një nëzërë të veru ka qajë. Po përësër! Roba jo. Gdje ću ga? A te ću një ravati, nekaj zjem ti imam. Выйди с этой стороны. Где ты там? Я команда. Где ты? Выйди отсюда! Выйди отсюда! Propozimi tim, arsyetimi ka qenë se shkollat publike janë shkolla publike, aty mësohet shkencë, ndërsa feja mësohet në institucione fetare,